Fatos Lubonja është prej vitesh një nga zërat më kritik ndaj mënyrës se si është ushtruar pushteti në Shqipëri. Sipas tij, një pushtet që nuk dëgjon qytetarët dhe që mbyll çdo hapësirë llogaridhënie, krijon në mënyrë të pashmangshme kushtet për revolt. Ai thotë se këtë e ka paralajmëruar prej kohësh dhe se sot vendi ndodhet pikërisht në atë pikë. Kjo pakicë nesër mund të sundoj edhe të detyroj deri fjalën revolucioni kam përdorur, që mund të lindi nevoja një kryengritje kundër kësaj pakice. Aq më tepër duke qenë një parti e të majt, të ashtu quajtur të majt, kjo lloj kritike nuk i ka hyrë ndonjëherë në vesh dhe ka vazhduar këtë dhe ja ku jemi sot në këtë situatë. Kritikat e tij ndaj kryeministrit Edi Rama nuk lidhen vetëm me zhvillimet e fundit. Për më shumë se 2 dekada, ai ka denoncuar atë që e cilëson si një model pushteti të ngritur mbi klientelizmin dhe lidhjet mes politikës, biznesit dhe mediave. Lubonja thotë se ja ka shprehur drejt për drejt bindjen, se përballë ka një pushtet që nuk dëgjon dhe nuk reflekton. Për këtë arsye, ai e konsideron protestën si mjetin e vetëm për të kërkuar ndryshim. Në një debat që kemi pasur i kam thënë ti je si një krokodil që ke vetëm gojë dhe jo vesh për të dëgjuar. Ai e di mirë çka ka bërë. Është i vetëdijshëm, por është rruga që ka zgjedhur për të ndërtuar pushtet. Ka shkuar aq larg sa nuk i ka lënë vetes ura mbrapa për të kthyer, sepse ka bërë shumë dëme. Kështu që mbajtja e pushtetit për të është etike, edhe për të shpëtuar, si thuash, nga një ndëshkim në kuptimin edhe nga pikpamja ligjore, edhe për të ruajtur atë lloj pushteti edhe paraje që ka vënë etj. Nuk kemi të bëjmë me njëri që ka aftësi për të tërhequr, për të ndërhequr, prandaj dhe unë një nga arsyet pse jam vazhdimisht protestës se kjo gjë nuk bëhet pa protestë.